Ndjekës së kanalit tim Agron Llaka ju përshëndes. Vendosa që menjëherë me fillimin e vitit të ri dhe largimit të shumë miqve, mikeshave, njerëzve të afërm, të familjes dhe jo të familjes që erdhën për të kaluar pushimet, për të kaluar vitin e ri, ndrimin e viteve këtu mes nesh, vendosa që në një farë mënyrë histori të tyre të ndodhura, të ndara me mua apo me miq të tjerë, vendosa t'i ndaj sot me ju. Më pëlqen ky vend sepse është një bibliotekë në natyrë këtu në mes të Tiranës, sheshi Nën Tereza, bulevard Dëshmorët e Kombit që jep një dimension tjetër, të duket sikur je në Paris. Dhe sot vendosa ta ndaj historinë e dajos tim, duke quajtur dajoa im turist nga Amerika, sepse ishte vendi që pëlqeu më shumë dhe në ditët që qëndroj vinte her pas here duke marrë një libër apo diçka tjetër. Dhe tani që është larguar, unë po i drejtoja. Dajo i dashur, gjithçka mes nesh po e ndaj edhe me të tjerët, ata që janë miqtë e mi në YouTube. Dajoa im, Hari, jeton në Amerika, ikur para 10 vjetësh. Dhe në momentin që iku, me një lloj revolte e përsolla në rinës, tha Agron, tha ky vend, tha nuk bëhet morta. Nuk bëhet, edhe pse ka kaq vite dhe vite që qëndroi ca kohë në Tiranë, përsëri flet sikur është në Gjirokastër. Edhe në majtë e Amerikës, po tamam si Gjirokastrit. Mua më pëlqen, se në fund duke qenë në nipi i tij e shijoj dy fish. Më mori telefon. Grone, tha. Po që bëhet ande, mo grone, që bëhet ande Shqipëria, mo që ku ta shoq, more, po shikoj këtë Edi Ramën në këtë faqe që hedh në Facebook, mo grone, po më rekudhi Shqipëria, mo, që është bërë kështu në këto 10 vjetë, more, uaj, po i bërë kaluar Evropës. Na, dajo, i thash, po Shqipëria u bërë dhe, qa, e bërë dhe, e ke shumë gabim, mo, që ke këtë pesimizm, mo, o që të modojisë, mo, që të shikoje, i marën e korqën e thethin e ato malësita dhe lartë që nuk i kam parë fare, një mrekudhi, dhe jo këtu nipi im. Shqipëria është me të vërtet një bache me lule. Me zi po pres të vi një herë, të vi ta shikoj se vajta 10 vjetë, dhe i ka me mendime mos të vija më, por tani ma ka këthjerë mëndje kje dirama. O vi, thash, mos unë zitoj, thash, dajo, e ke shumë gabim më krone, po pse mërë të më kaq pesimist mërë djallë? Po e diti more që Shqipëria me këto zhvillimet të papara përdi hapa dhe një maj këpuce hinë në Evropë? Thash, o dajo, thash, po qa thua? Dëgjohë mua. Evropa është një nuse e bukur që na kalon varur ne me vite të tëra pas derës, po ne si një dhëndër këmbgullis, edhe mirë njohës njëkohësisht, ati me zi presi momenti për të hyrë brenda. Ama po him amore grone, po qatë themo dajo tani e ke marrë kështu, ti e di. Po pse ka që pesimismo, mos nuk do që të vi, edhe nuk do të më presësh? Po e dajo i thash, s'ka si një i thash. Ti edhe nisu, më prita para vitet të ti, jam ati. Dola në rinas, e prita, i mrekulluar, i maluar, dajo a im. Jevo dajko, i thash. Jevo grone, më përqafoj. Qa të them, e shikote si të qeli avionit që ngrieshin, avionit që ulleshin, qa bëhet kështu, mora, si e la qunë, mo, e si është bërë i nasim, more. Uaj, mo e groj, po, nuk të përqenë, më kujtoj si ai filmi që thoshte, e bukur Tirana e telo. E bukur. Ecim tani dajo, i thash, jo, tha, një minuta, u bëjmë një video selfie ta të flas atire. Jebo, hedho dherë. I thash, po edhe anglisht e Gjirokastrit që e fleto, dajo. Jamo me gronen e Tiranës, sa mbrita, mososa këtu. Çdo gjë që do filmoj, u a dërgoj, është një mrekulli. Shqipëria parajs, po të them, parajs. Ikim dajo. Soni, ku e ka makinën? Sh'makinë tash, unë ik me i taksi. O pse mo, s'ke makinë ti që ke marrë taksi? Po me taksi është qik më thjeshti tash, dajo se është, ke parasysh. Pak trafik po nese. Hypëm në taksi, përshëndetje, sa të bëni thashun, si të duash, po do me taksimetr, do të kushtoj shumë. Kurse kështu, po të një 15.000 lekë të vjetra dhe maron filmi. I kënaqur, dajo mbande syk nga xhami. Hej thashun, mos e pyet. Po makina s'po lëvizte. Qa kam, tha mua, i thashun, pak trafik, dajo, nuk ka ndonjë gjë kështu. Ndërkohë dëgjua zëri taksixiut. Durim, dajo, durim. Si durim, mo? I thashun, po pak kështu, i thash, sepse realisht ka pak trafik, po shumë pak. Do më thënë që nuk pret shumë. Kaluam 20-25 minuta, vonojt edhe shumë, qa ka ndodhë në një? Jo, i thashun, dajo, bëjmë punimin në autostradën qendrore dhe tani këto degët janë qik si kështu. Ndërkohë shoferi, taksixiu, hapi kroskotën, zori 2 mikrofona. Merrini. Qanë këto mo, si akudore, i thashun, dajo, se shiko, në Shqipëri gjë me përhapur për sot në heshtë podcasti. Do më po të vesh në një vend 2 vetë, apo mbana një mikrofone dhe mund bëjmë podcast. Podcast, më të flasim. Mos u habiti, tha taksixiu. Podcast, do me thënë,
Shqipëria turistike, bumi turistik, sepse këtu në Shqipëri ka turizm detar, turizm malor, turizm lumor, turizm kodrinor, turizm korçar, turizm gjirokastrit, lloj turizme, çfarë nuk ka, por ka dhe podcast. Prandaj, shijoj Dajko edhe një fjalë ke nga mua. Durim, me qetësi dhe pa nerva do ta shijosh këtë mrekulli mbi dhe, domethënë të Shqipërisë. Është e bukur tha dhe ja vlen. Dhe vazhduam përsëri në trafik. Por ç'bën kështu, sa e bën deri në Tiranë mo? I tha shoferit. Tha ai, po nëse dohet ky trafik e bëjmë diku 1 orë, gjysmë 2 orë. Uj, po pse mos sa kilometra është shtir Tiranë nga Rinasi? Po jo, Davi thash 25 kilometra është, po ta thash janë ato punimet. Pas 2 orësh mbritëm aty te degëzimi i Unazës së madhe, por që ktheshe për te nënkalimi i digës, aty ku unë kam dhe shtëpinë. Ndërkohë, kur shikon Dajo që makinat nga korsitë e tjera, njesheshin këte nga korsia ku do futeshim ne. Ç'bëjmë këta mo, të çmendur janë? Pse Dajo? Po ku shkojnë këta mo? Janë vete, kanë rregulla këta. Por në Shqipëri thashën ka qenë më përpara kjo si teori, jo tani siç e ka hapur Trumpi, me i forti vendos. Këtu gjithmonë i forti ka të drejtë dhe i forti ka drejtë të hyjë si të doj, nga të doj, e të dali ku të doj. Ç'tua mo, thjesht në Amerikë ta e marrin e heqin zvarr. Ai tha ta gëzigjon në Amerikë, kurse këtu në Shqipëri. Nese, përfundimisht mbritëm te shtëpia ime. Sa vëdhete, sigur u lodhëm, sa u lodha tha nga apo Rinas i deri në shtëpi këtu, ta nuk jam lodhur ta derisa mbrita në Rinas me avion. Dash po hajde Dajo tani thënë entuziazmi. Unë gjitëm atë kur duke u futur në korridorin për në shtëpi, shikonte në përdyrë shkruajtur emra hotelesh. Po këto që janë? Oh, Dajo i thash. Që ta kesh kështu me fjalë, në Shqipëri, jo më në Tiranë, ka më shumë hotele se sa ka qytetar. Shumë hotele, si hotele. Po ja vetëm këtu në këtë shkallë ku jemi ne, janë 3 nga këto që quhen Airbnb. Ç'dua mo? Po i thash ndaj. Po ku gjen këtu mo? Nga nuk vini thash, nga bota, nga të duash të gjithë. Nuk e njohim fare. Po siguria mo, po siguri thash na ruan Zoti, kështu kemi lindur që në Sabah. Nëse u futëm në shtëpi, i nxora një gotë verë të mirë. Tha po mirë thash i qirë më djalë tha. Gjithë kjo udhtim, kjo lodhje e pas ka një të mirë, verën e ke të shkëlqire. Po mirë thash. Tani Dajo i thash, do flesh, i tregova dhomën. Hajde mo, grone, hajde, si ma ke bërë këtë dhomën mo. Turizm, shkëlqire fare, ja bëte 2 sheku, mirë i thash. Tani do flem Dajo thash se vati vonë. Ushtim për të fjetur, nga ora 2 e mëngjesit, kur dje vjen. Grone, çomo grone. Çka ke më Dajo? O që bëjt ande mo? Qa ka? Orgjimo me vullërima, mo ca fejma e ca meshkuj. Hau njeri, hau tjetri. Qa thuaj? Bajta ati me vrap, kur të gjoja zërat atyre. Thash janë ata të Airbnb-s. Po pse kështu bëjnë? Po nuk e din ata që këtu është komunitet, është padat. Po i thash, o Dajo tani, ky është realiteti, kjo është Shqipëria dhe. Edhe vajte me njëra është murit, një 5-6 herë. Bam. Po dhe ata nga brenda ishin shumë të edukuar. Ma kthyen me 7-8 goditje. Bam, dhe ata. E tha, morën për muzikë, më tha mua, po shkoj te dera. Vajte te dera, i thash, do më falni. Ju keni ardhur për qefin tuaj, kërkojnë ndjes. Po këtu jemi në një pallat banimi dhe më ka ardhur Dajo, është i lodhur këtë. Dhe nuk është momenti për të kënduar e për kështu thash ju, puna jote, ju tha nuk po këndonim. E di shumë mirë, po këngës edhe ajo, i thash unë. Qeshi Dajoa. U kthyem. Sa e zuri gjumi, në orën 5 të mëngjesit. Grone, me Dajo i thash, çaka? Po që pëhet këtu mo, kështu flet gjithmonë, po kështu Dajo, po pse çake? Po hoxha mo, filloj të piskamën. I thash është momenti, është ora 5, i thash, ezami pa që ka 30 minuta, nuk këndon më shumë. Po shtu, më 8 minuta, më zë gjumi prap mua, po duro Dajo. E zuri gjumi Dajo prap. Kur në orën 7 të mëngjesit, grone, që bëhet këtu mo, çka Dajo? Po këmbana, po kisha. I thash, po qatë temë, Dajo, se cila shka atë të vetën. Ai e zami, ky bia të asaj të mëngjesit, thash që kështu është. Po mundo, sa do pak që të flesh. O, tha i qada, flenja dior, tha të pak të tani, tha se, thash, do kënaqesha gjatë ditës, pa mblidh vetën, i thash, Dajo, tani edhe. Ndërkohë, sa vuri kokën e asaj kur dëgohet një piskam trapani. E keni parasysh kur shkon dentisti të bën atë? Po me një fuqi që tundeshin 4 kate bashk, jo të mi. O grone, po ç'bëhet kështu? I thash, çfarë them ajo? Po si fletim, i thash. Po unë jam mësuar, i thash tani. Në fillim fare e pata dhe un problem, po pastaj e pash që nuk dilte dhe ja e mora dorën. Çfarë them unë? Do Dajo, i thash, t'jap një variant turistik se si të flesh gjuhën. Po më. Dolëm në Unaz. Në Unaz ne bën shpe. Hipëm një autobus nga to. Urbanët, ulëm atje, e që bëjnë këtu? Mbështetu të xhami, i thash unë dhe fli gjuhën.
Autobusët në qefin e vetë, u rrotulluam ja 4-5 herë, u knaq dajo, flet një 2-3 orë gjumë, e mori vetë. Uaj, më tha mua, e di që më pëlqeu si atraksion, tha, është shumë interesante, po të thash o dajo, hajde thash tani, u bura të kthehemi në shtëpi. U kthyem në shtëpi, hapëm televizorin, ndërkohë jashtë filloi shiu. Duke parë televizorin, kur jep aty, Bora ka veshur dhe dajtin. Dhe ndërkohë jepte planet. Dhe jo, djarë, unë jam në Florida, më grore, edhe borën atje edhe si këtu në televizor, po ka rënë atje ndajt, e ke konstrumu të ngjitemi të vëmë e jenë ndajt të ta shohim në borën në afër mu. Po vëmë dajo, thash pa problem. Të nesërmen, u nisëm. Sa dolëm për të nisur, për në dajt varg makinash. Ndërkohë, diku afër Surelit, ndaloi trafiku. I thash unë si është duke zbritur Rama, pse këtu tha, banor në Rama mo? Këtu i thash, po, nuk e di pse. Do t'i që kaloj rreth 20 minuta, nuk po lëvizte. Dola unë aty kur shikoj, rreth 500 metra më lart, një makinë kishte ndaluar në mes të rrugës, një djalë ishte mbështetur tek makina dhe po bënte muhabet me njërin që ishte në trafik radh me ne. Ç'bëhet kështu mo? I thash një ata dy të rinj, thash po kanë muhabet. Ai po zbret nga dajti, ky po ngjitet ndajt edhe sa të pinë cigaret nuk vonojnë. Çfarë këto çmenduria mo, herë kështu bëhet, po ka shtet këtu, ka polici. A marrë dajo, i thash edhe ti me nerva. Po durim, po ti mo, durim e ke këto mo. Kish durim komari. Po dajo, po mos u navrikos, ma do ta shijosh Shqipërinë tash. Ja kështu janë më vërtet. Edhe unë gjitëm në daj, sa unë gjitëm atje direkt mori celaja. Namo, hey, there, hello, shikoni mo, Bora, jam në dajt, që më rekudhi do dërgoj ju e mo, o kërnaqe, sa të vinë Amerika u marrë të gjithë të sjellë këtu, se këtu është një nuk di që të bodojis. Zbritëm poshtë, të lodhur ishim, i thash, dajo, ulemi diku në ja, po shuam dhe mo, të shtrijem, të flese në nuk u droka dot, jam shumë i lodhur. Ushtri për tjetër, sa ushtri nuk kaloj pak, kur u dha në salon, 2 valigjet kish marrë me vete, qa këtë jo? O, jenë vete mo, po prap me ullërima ata mo, pëse mo, ka do t'gjoj zdo natun, o iki tha. O iki, po qatë mo dojo, duroj tashu se do bredh, nesër i tash do nisemi në jug, i tash në Gjirokas, është Saran, pasat do t'i bjem nga Korça, nga dhe, jo, pa nuk duroj dot. Iku daja, pas ja 3-4 orësh, thash unë, do e bërë gati për t'u nisur. E marrë në telefon, e mo dajo, e bo, qdo, si shdo, mo, që shkjo e folur? Po vdesmo, po thaj mbarova, pse mo dajo, që ke? Jam këtu mo te qëtë uja, pse? është blokuar me ujë, mo është mushur 5 dhinjaja, nuk lëviz makinat. Po qa thonë? Durim, si shtu ati e thonë, durim, po unë jam ftofur në bith. Këto dhe historitë të tjera të aventurës dajo, se dajo këthy përsëri mbrapsh, do vazhdojmë në herën tjetër. Për sot, ky ishte, unë shpresoj që tjetë një vit ndryshe, tjetë një vit përveç shëndetit, tjetë edhe me humor, sepse e qeshurat zgjat jetën dhe mua më pëlqen si mision.